Bismillahirrahmanirrahim. E falenderojmë Allahun subhanahu wa taala. Përshëndetjet tona më të sinqerta ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Meqense se jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit, muaji i shenjtë të Ramazanit përveç agjerimit karakterizohet edhe me zbritjen e Kur'anit famlart. Allahu i Madhreshëm pikërisht në muajin e shenjtë të Ramazanit pra filloi që ta zbres Kur'anin, ku thot në Kur'anin famlart: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Muaji i Ramazanit është në të cilin zbriti Kur'ani, që është udhërfyes për njerëzit. Pastaj leximi i Kur'anit në muajin e shenjtë të Ramazanit ka një vlerë të veçantë nëse e krahasojmë me muajt e tjerë të vitit. Këtë e shohim nga praktika e të parëve tanë të mirë musliman, duke filluar qysh edhe nga Uthmani radiallahu anhu, për shembull, që ishte khalifja i tretë i muslimanëve. Ky e praktikonte leximin e Kur'anit në muajin e shenjtë të Ramazanit, e bënte hatme një herë në ditë. E që është sot në ditët e sotit është shumë e vështirë që të praktikohet kjo. Pastaj edhe shokët e tjerë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dikush e praktikonte çdo tretën ditë, dikush çdo shtatën dhe dikush në 10 ditë e bënte hatme. Kjo tregon seriozitetin e tyre, sidomos në muajin e shenjtë Ramazanit që e kishin me leximin e Kur'anit. Pastaj Kur'ani zbriti në natën e Kadrit, gjë që e bën me vlerë edhe më të madhe, duke e patur parasysh vlerën e natës së Kadrit, që është më vlefshme se 1000 muaj. Thot Allahu azza wa jall: ne inna anzalnahu fi lejletil qadr. Kur'anin e kemi zbritur në natën e Kadrit. E ku e di ti se çfarë është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më vlerë më shumë se 1000 muaj. Andaj, të dashur vëllezër dhe ju motra agjërues, ju këshillojmë pra që në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit të lexoni sa më shumë Kur'an, duke e patur parasysh pra vlerën që e ka më të madhe leximi i Kur'anit se sa në muajt e tjerë. Edhe një fakt tjetër që është shumë më rëndësi, kur jemi tek agjerimi dhe Kur'ani, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se që të dyja këto, edhe agjerimi edhe Kur'ani, do të ndërmjetësojnë për besimtarin në ditën e gjykimit. Kur'ani do të vijë në ditën e gjykimit dhe do t'i drejtohet Allahut, pra duke ndërmjetësuar për besimtarin, i thot: o Zot, unë këtë e kam lënë pa gjumë, andaj më lejo që të ndërmjetësoj për të. Njëjtë edhe agjerimi i muajit shenjtë Ramazanit do të jetë ndërmjetësues për besimtarin, ku thot: ja kam ndaluar pijet dhe dëfrimet, andaj më lejo o Zot që të bëhem ndërmjetësues për të. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të dyja do të ndërmjetësojnë për besimtarin, duke patur parasysh pastaj edhe se për çdo shkronjë që e lexon besimtari e ka 10 sevape, e kjo shkon deri në 700 sevape, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk po them që elif është një shkronjë, elif lam mim është një shkronjë, mirë po ka thënë elif është një shkronjë, lam është një shkronjë dhe mim është një shkronjë, që i bie 30 sevape për këto 3 shkronja. Andaj porosia dhe muajit të shenjtë Ramazanit, edhe të parëve tanë të mirë, edhe dietarëve musliman në përgjithësi, është leximi i sa më shumë hatmeve gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, në mënyrë që me lejen e Zotit xhalla xhelaluhu të arrijmë ndërmjetësimin inshallah tek Allahu subhanahu wa taala.